Policia e shtetit e trajnuar dhe maksimalisht e angazhuar për të garantuar mbarvajtjen e procesit zgjedhor për sa i përket aspekteve të rendit dhe sigurisë publike dhe evidentimit të goditjes së krimeve zgjedhore. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Prota, zhvilloi një takim zyrtar në ambientet e KQZ-s me komisionerin shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Qëllimi i takimit thellimi i bashkëpunimit mes institucioneve dhe diskutim mbi përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme duke vënë theksin te siguria, transparenca dhe respektimi i standardeve demokratike. Në fokus të diskutimeve ishte roli i Policisë së Shtetit në mbështetje të një procesi zgjedhor të qetë dhe të besueshëm. Si garantuese e rendit dhe sigurisë, Policia e Shtetit mbetet në gatishmëri për të siguruar që qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në një mjedis të lirë dhe të paanshëm. Një pikë e rëndësishme e takimit ishte bashkëpunimi i Policisë së Shtetit me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Posaçme SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme, në kuadër të protokollit të koordinimit për hetimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore. Palët ritheksuan angazhimin për të luftuar çdo përpjekje për të cënuar integritetin e zgjedhjeve, duke siguruar se çdo rast do të trajtohet me seriozitet dhe profesionalizëm. Gjatë takimit, drejtor Proda u shpreh, Policia e Shtetit do të zbatojë me përpikmëri detyrimet e saj ligjore dhe do të ndjek çdo rast të denoncimit të krimeve zgjedhore, duke bashkëpunuar ngushtë me KQZ-n dhe me institucionet e tjera. Askush nuk mund të cënojë procesin zgjedhor pa u përballur me pasojat. Ndërkaq, komisioner Celibashi theksoi Policia e Shtetit është partner i rëndësishëm në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme. Bashkëpunimi i ngushtë mes institucioneve tona është jetik për të krijuar një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë votuesit.